Mario Mitaj është vazhdimisht në qendër të vëmendjes tek Al Ittihad kur flitet për Mercato. Zërat e fundit tregojnë se klubi arab do të përforcohet me mbrojtës në krahun e majt. Kjo tregon se për Mitajn do të ketë një sfidë të re brenda ekipit. Deri tani bashkë me mbrojtësin shqiptar si në të majt qëndron dhe Hasan Kadesh. Ky i fundit përfiton nga numri lojtarëve të huaj që lejohen për t'u aktivizuar shpesh si titullar. Vetë Mitaj mund të largohet nga kampionët e Arabisë Saudite. Mercato e verës pritet të sjellë lëvizje pasi këtë sezon Mitaj humbi vendin e titularit tek Al Ittihad. Për të afruar në skuadër për mbrojtësin e Shqipërisë janë investuar 5 milion euro. Në rast largimi, shifra transferimit mund të jetë me shumë gjasa e ngjashme. Mario Mitaj aktualisht konsiderohet si një ndër lojtarët më të mirë të Al Ittihad. Për këtë trajneri Sergio Conceição i ka çuditur të gjithë me vendimin e fundit. Kjo pasi vendosi që të dërgojë në tribunë mbrojtësin shqiptar për sfidën me pretendentët e Al Ahly. Tifozët e Al Ittihadit dolën kundër zgjedhjes së Conceiçaos, madje ata mendojnë se në këtë mënyrë trajneri i tyre ndihmoi Mahrezin tek ekipi kundërshtar. Sipas tyre, ky i fundit do e ketë më të lehtë në krahun e tij pasi Mitaj mungon. Në Arabinë Saudite lejohen deri në 8 lojtarë të huaj për ndeshje dhe Conceição nuk e mendoi Mitajn si të duhurin për të qenë një prej tyre. 22 vjeçari sapo kishte filluar të preferohej sërish në kampionat me rregullin që kufizon Conceição në zgjedhje. Ky vendim vjen pikërisht në momentin kur Mitaj duhet në formën e duhur për ndeshjen e kombëtares me Polonin.